Jemi në pritje të intervistës së premtuar në fillimin e takimit Shëngjini Vora me trajnerin e parë të ekipit Vorës, Eldi Topi. Si jeni? Përshëndetje. Më mirë se kështu nuk ka ku të shkoj. 3-0 me Shëngjinin. Një ndeshje perfekt sipas meje. 2 fjalë me trajnerin e parë, Eldi Topi. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen e juaj që na merrni, na bëni këtë privilegj, na filmoni, na publikoni, na bëni një reklam. Topi. Tani Topi, jemi të emocionuar. Unë jam shumë i emocionuar. 3-0 me Shëngjinin, më mirë se kështu nuk ka ku të shkoj. Unë Fjalët më të mira për ekipin e Vorës. Unë uroj suksese. Nuk e meritonim 1-0 me Farkën, një humbje e pamerituar, një arbitër komplet kundra sipas meje. Ju keni punuar të javë, jam i sigurt. Në radhë parë i uroj suksese ekipit Vorës, sepse bëjmë sakrificën dhe mundin për ekipin e Vorës. Japim kontributin radhë parë, ka merit edhe bashkia që organizon një kampionat që na ka mbështet. Duhem të falenderojmë edhe kryetarin e bashkisë, Fiqeri Ismaili, me gjithë stafin e tij që na rri gjithmonë kohës pranë. Shpresojmë të bëjmë një super ekip. Me plot bindje jam që këto rezultatet e para nuk më na kanë pëlqyer, sepse mosha e lojtarëve tonë janë të ri dhe avash do shprehen më mirë, do stërviten më mirë edhe do arrisim objektivat me vullnetin tonë, me meritat tonë. Më fal. Mbështetja e bashkisë është numër 1 sepse pa atë nuk mund ta mundsonim këtë. Është një investim shumë i madh sipas meje. Unë nuk di sa është fondi, nuk kam idenë edhe s'më punë shumë. Po duket që nga veshja e ekipit, stërvitja, unë kam vënë re që bashkia ka disa të dërguar këtu që shikon se çfarë bëjnë. Po gjëja më e mirë që më duket mua për ekipin është janë 2 trajnerë, i pari Eldi Topi, i dyti Mandri Dulo nga Vora. Është gjëja më e bukur më duket mua. Dua ta përgëzoj edhe unë profesorin që jemi të dy që punojmë, sepse kemi punuar shumë për këtë ndeshje. Kemi punuar për këtë ndeshje, kemi punuar për gjithë aktivitetin. Shpresojmë të bëjmë një model futbollin e Vorës me akademi, me sistem gjithmonë nga ndihma e bashkisë, edhe njerëzve që janë rreth rrotull, po duhet që këtë rrugë që kemi nis na besojnë edhe tifozat që na përkrajnë shumë. Duhet t'i falenderoj me gjithë zemrën time tifozët e ekipit Vorës, sepse janë tifozë më mrekullueshëm që mund ketë gjithë. I kam ndjekur të gjithë takimet që janë zhvilluar këtu në Kamës. Mbështetësit e Vorës janë absolutisht shumë pak mbështetës tjerë. Urojmë që ndeshjet kur të jetë. Dua fushën se kur mbaron edhe ti zhvillojmë në Vorë ndeshjet që kameramanin që kam edhe shok. Po çam kënaqur sot. Kemi qenë bashkë me një klasë. Është i palodhur. Dua të uroj edhe 2 tifozëve tanë që janë legjend, është Xhavafi edhe generali që sot kameramani quhet sot mbush 69 vjeç. Dua ta përshëndes. E përshëndesim edhe ne. Generalin që na mbështet, një nga tifozët tonë më zjarr, dua ta përshëndes nga zemra edhe 100 vjet të tjera juve. 2 fjalë edhe me trajnerin e 2 Dulo, e intervistuam në fillim të takimit. Uruam dhe ishte një fitore, domethënë duke nisë me një mini analizë, kemi ardhur këtu me një plan. Ky plan arriti, u realizua fal djemve tanë, stërvitjes intensive që ne kemi bërë këtë javë, punës bindze, psikologjike me të gjithë djemë, edhe më në fund na e shpërblyem. Domethënë u nisëm me planin që kishim kokë, edhe djemë tanë na e bën që ne ta realizojmë këtë. Kapiteni, lo çuna. Faleminderit. Kapiteni. Përgëzoj juve për gjithë ndihmën që bëni. Kapiteni, për gjitha, edhe për ekipin, për çdo gjë. O Ginçe. Faleminderit. Ginçe. Jemi në pritje të intervistës me kapitenin e skuadrës, Ginçen. Edhe për tjerë. Ginçe, nuk keni kostum, Ginçe. Ashtu se je trup. Je trup, pa hajde. Për tjerë. Për tjerë se tjetë kusha? Jemi në pritje të intervistës kapitenit të skuadrës ton Gentian Brahimaj me numër 10. Përshëndetje. Një lojë shumë e bukur e zhvilluar nga ekipi jon, po në mënyrë të veçantë kapiteni jon numër 10. 2 fjalë. 2 fjalë. Urojmë të shih suksese gjithë ekipit dhe shpresojmë ta çojmë Vorën aty ku duhet. Dhe suksese çuna edhe më tesh. Faleminderit. Tash. Këtu e mbyllim transmetimin nga Kamza. Këto pamje na mundson
studio digital, sponsor audio e video i ekipit Vorës me kameraman Eduard Gjakoni. Nga Kamza, Besnik Dunga, 1 mars 2012.